Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në bota e horoskopit. Le të shikojmë çfarë na sjellin letrat tarot për 12 qenjat e zodiakut për ditën e premte, 7 gusht 2026. Abononi në bota e horoskopit për të ndjekur më shumë horoskop ditor, leximi tarotit, horoskop javor dhe mujor, dhe çfarë keni dëshirë më tepër na shkruani në komentet tuaja dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe. Ju faleminderit. Dashi, letra e tarotit për këtë të premte dash, ylli. Dash, nëse mënyra jote për të shprehur dashurinë kalon mes fjalëve të bukura, komplimenteve dhe inkurajimit, atëherë sot ke një energji shumë të mirë në favorin tënd. Ylli është një letër shpresës, e frymëzimit dhe energjisë pozitive. Sot fjalët e tua mund të kenë një ndikim shumë më të madh nga sa mendon. Një kompliment i sinqert, një fjalë mbështetëse ose një mesazh i ngrohtë mund të ndryshojë dikujt gjithë humorin. Më 7 gusht, hëna në binjak, sjell në fokus komunikimin. Është një ditë e mirë për të eksperimentuar me mënyra të ndryshme për të shprehur atë që mendon dhe ndjen. Nëse ke diçka të rëndësishme për të thënë, mos mendo se duhet patjetër të bësh një bisedë të gjatë. Shkruaj një mesazh, lë një shënim të këndshëm ose thuaj dikujt diçka të bukur drejt për drejt. Sot mund të shohësh sa e fuqishme është lidhja mes fjalëve të tua dhe mënyrës se si njerëzit reagojnë ndaj tyre. Mesazhi letrave tarot për dashin, mos e nënvlerëso fuqinë e një fjale të mirë. Ajo që thua me zemër mund të sjellë shpresë, frymëzim dhe energji të bukur për ty, ashtu edhe për dikë që ka nevojë ta dëgjoj. Demi, letra e tarotit 3 shkopinjt e përmbysur. Dem, je shumë mirë që ke durim, sepse sot mund të duhet. 3 shkopinjve i përmbysur tregon se diçka mund të mos ecë me shpejtësinë që do të doje. Mund të ketë një vonesë ose shtyrje, veçanërisht në lidhje me paratë. Ndoshta pret një pagesë, një shumë parash ose një përgjigje financiare dhe lajmi mund të jetë se duhet të presësh edhe pak. Hëna në binjak më 7 gusht nxjerr në pas çështjet financiare. Nëse dëgjon se parat do të vënohen, mos u dekurajo. Ndonjëherë gjërat nuk ndodhin në kohën që kemi planifikuar, por kjo nuk do të thotë se nuk do të ndodhin. Përdore këtë moment për të rishikuar mënyrën se si po menaxhon financat. Kjo vonesë mund të të kujtojë se e rëndësishme është të jesh realist me shpenzimet dhe të jetosh brenda mundësive të tua. Mos bëj blerje të nxituara vetëm sepse pret që parat të vinë së shpejti. Durimi dhe planifikimi do të jenë aleatët e tu. Mesazhi letrave tarot për ju Dem. Një vonesë nuk është domosdoshmërisht një humbje. Prit me durim, menaxho me kujdes atë që ke dhe mos lejo që një shtyrje e përkohshme të prish qetësinë. Binjakët. Letra e tarotit 2 shpatat binjak. Ti je një shenjë që e do komunikimin dhe analizën, por 2 shi i shpatave tregon se sot mund të gjendesh mes dy zgjedhjeve dhe ta kesh të vështirë të vendosësh se cilën rrugë duhet të ndjekësh. Mund të mos jesh plotësisht i sigurt se çfarë dëshiron, ose pse po ndihesh kaq i pavendosur. Problemi është se të dyja mundësitë mund të duken të mira, ndaj zgjedhja bëhet edhe më e vështirë. Ndoshta po përpiqesh të analizosh situatën nga çdo këndvështrim, duke kërkuar përgjigjen perfekte. Por sot nuk ke nevojë të kesh çdo gjë të qartë menjëherë. Hëna në shenjën tënde binjak, të fton të përqendrohesh te vetja, te identiteti yt dhe te ajo që të bën vërtet të ndihesh mirë. Në vend që të mendosh se çfarë presin të tjerët nga ty, pyet veten, çfarë është më e mirë për mua? Ndonjëherë përgjigjja nuk vjen duke menduar më shumë, por duke dëgjuar zërin tënd të brendshëm. Mesazhi letrave tarot për ju binjak, mos lejo që pavendosmëria të mbajë në vend. Shiko mundësitë përpara teje, por më në fund zgjidh atë që përputet më shumë me atë që je dhe me atë që dëshiron vërtet. Gaforia, letra e tarotit për këtë të premte, mbretëresha e kupave e përmbysur gafore. Ti ke një zemër të madhe dhe shpesh kujdesesh shumë për njerëzit që do, por ndonjëherë mund të kujdesesh aq shumë për të tjerët sa të harrosh nevojat dhe kufinë e tu. Mbretëresha e kupave e përmbysur të fton sot të reflektosh mbi mënyrën se si po i përjeton marrëdhëniet. Mund të ketë një lidhje ku po jep më shumë se s'duhet, po përpiqesh të shpëtosh dikë ose po e lidh qetësinë tënde me gjendjen emocionale të një personi tjetër. Hëna të çon drejt së kaluarës, familjes dhe emocioneve të vjetra. Ndoshta ekziston një model që e ke mësuar shumë herët dhe vazhdon ta përsërisësh pa e kuptuar. Pyet e veten, a ka diçka që e di se nuk më bën mirë, por vazhdoj ta mbaj në jetën time? Mund të lidhet me familjen, një marrëdhënie të vjetër ose një dhimbje që ende kërkon vëmendjen tënde. Edhe nëse sot nuk e ke të qartë përgjigjen, vetëm fakti që po ja bën vetes këtë pyetje mund të hap një derë drejt ku një kuptimi më të thellë. Mesazhi letrave tarot për ju gafore, të kujdesesh për të tjerët është një dhuratë, por mos harro të kujdesesh edhe për veten. Vendos kujfi, dëgjoj emocionet e tua dhe mos mbaj mbi supe dhimbje që nuk të përkasin.
Luani, letra e tarotit për sot Luan, mbretëresha e pentakulave. Luan, ti nuk je bërë për të menduar në për masa të vogla. Mbretëresha e pentakulave është një letër që lidhet me bollëkun, sigurin, suksesin dhe krijimin e një jete më të qëndrueshme. Sot mund të ndjesh se je gati të kërkosh më shumë nga jeta. Mundësitë për përmirësim janë aty, por kjo letër të kujton se bollëku nuk vjen vetëm duke ëndërruar. Ti mund ta krijosh dhe ta fitosh me përkushtim, punë dhe zgjedhje të zgjuara. Hëna në binjak ndriçon sektorin e miqësive. Njerëzit që ke pranë mund të luajnë një rol të rëndësishëm në rrugën drejt ëndrave të tua. Një mik mund të t'jap një ide, një këshillë, një mundësi ose thjesht motivimin që të duhet për të mos hequr dorë. Mos e nënvlerëso fuqinë e marrëdhënieve të tua, ndonjëherë një bisedë me personin e dur mund të bëjë të shohësh një mundësi që më parë nuk e kishe vënë re. Sot rrethohu me njerëz që besojnë tek ti dhe të inkurajon të ecësh përpara. Mesazhi i letrave tarot për ju Luan. Mos e kufizoni veten dhe mos ke frikë të sinosh më lart. Bollëku që dëshiron mund të ndërtohet hap pas hapi dhe njerëzit e dur pranë teje mund të bëhen pjesë e rëndësishme e suksesit tënd. Virgjëresha, letra e tarotit për sot Virgjëresh, asi i shkopinjve Virgjëresh. Më 7 gusht mund të ndjesh një shkëndijë të papritur frymëzimi. Një ide mund të të vijë krejt papritur dhe të bëjë të mendosh pse nuk e kam provuar më parë këtë. Asi i shkopinjve lidhet me kreativitetin, frymëzimin dhe fillimet të reja. Mund të ndjesh një shpërtim energjie që të shtyn të ndjekësh një ide që mund të ketë rëndësi për të ardhmen tënde. Hëna në binjak të ndihmon të përqendrohesh te karriera dhe jeta profesionale. Një bisedë thjesht me një koleg, një takim i shkurtër ose një ide e ndarë gjatë punës mund të bëhet shkëndija që të hap një mundësi të re. Mos i nënvlerëso gjërat e vogla. Ndonjëherë një bisedë prej pak minutash mund të ndryshojë mënyrën se si e sheh një projekt ose drejtimin e karrierës. Sot mos përpiq të planifikosh çdo detaj, nëse të vjen një ide interesante, shënoje, ndiqje dhe jepi një mundësi. Mesazhi i tarotit për ju Virgjëresh, një ide e vogël mund të jetë fillimi i diçkaje shumë më të madhe. Mbaje mendjen të hapur sepse frymëzimi mund të vijë nga vendi më i papritur. Peshorja, letra e tarotit peshore, pesh shkopinjt. Këtë të premte do të duhet të ruash energjinë tënde peshore, të qetë dhe të ekuilibruar, sepse dita mund të sjellë disa përplasje ose tensione. Pesh shkopinjt lidhen me konfliktet, debatet ose përplasjet e mendimeve. Mund të gjendesh mes njerëzve që kanë pikpamje të krejtë të ndryshme nga jotja dhe secili kërkon të mbrojë mendimin e vet. Hëna në binjak të premte nxjerr në pa dëshirën tënde për të mësuar, për të zbuluar gjëra të reja dhe për të nxjerruar mënyrën se si mendon. Ti po ndryshon dhe po rritesh, por jo të gjithë njerëzit pranë teje mund ta kuptojnë me njëherë këtë proces. Dikush mund të pyes pse ke nevojë të ndryshosh, pse kërkon eksperienca të reja ose pse nuk je më i njëjti person që ishe më parë. Mos e merr personalisht, rritja jote nuk ka nevojë për miratimin e të gjithëve. Nëse lind një debat, mos e përpiq të fitosh çdo argument, ruaj qetësinë, dëgjoj dhe këndvështrimet e të tjerëve dhe vazhdo rrugën tënde me besim. Mesazhi i tarotit për ju peshore. Mos lejo që kundërshtimet e të tjerëve të bëjnë të dyshosh tek ndryshimi yt, ti ke të drejtë të mësosh, të evoluosh dhe të bëhesh versioni më i mirë i vetes. Akrepi, letra e tarotit 10 shkopinjt, një letër që tregon një ngarkesë të madhe akrep, shumë përgjegjësi dhe një peshë që mund të jetë bërë losme për të mbajtur vetëm. Një pjesë e jotja mund të pyes veten nëse mund të vazhdosh me të njëjtin ritëm. Ndoshta ke marrë përsipër më shumë gjëra një herësh dhe ke insistuar të përfundosh të gjitha vetë, edhe kur energjia jote po shteron. Por sot mesazhi është i qartë, nuk e pse ta bësh gjithçka vetëm. Hëna në binjak, më 7 gusht të inkurajon të flasësh për atë që ndjen. Ndoshta nuk dëshiron të ankohesh ose nuk do që të tjerë të mendojnë se nuk ja del dot, por të kërkosh ndihmë nuk është dobësi. Nëse ndihesh i lodhur ose i mbi ngarkuar, lejo njerëzit që të duan të gjenden pranë. Ndaje një përgjegjësi, kërkoj një dorë ndihmë ose thjesht fol me dikë që të kupton. Mesazhi i letrave tarot për ju akrep, nuk është e nevojshme të mbash gjithë peshën mbi spatullat e tua. Pra ndihmën, pusho kur ke nevojë dhe kujtohu se edhe ti meriton të kujdesesh për veten. Shigjetari, letra e tarotit për sot, 7 shpatat, një letër që lidhet me zgënjimin, mos besimi dhe ndonjëherë me ndjenjën e tradhtis, kur një person që e ke për zemër nuk sillet ashtu siç e prishje si gjetar. Sot mund të kuptosh diçka që të ka shqetësuar në një marrëdhënie. Mund të jetë një fjalë, një veprim ose një sjellje që të bën të mendosh më thellë për besimin dhe sigurinë emocionale që ndjen pranë dikujt. Hëna në binjak, ndriçon sektorin e partneriteteve dhe mund të nxjerrë në pa pikërisht ato pika ku duhet të jesh më i kujdesshëm.
Mos priti problemet të bëhen më të mëdha përpara se të flasësh. Sot është e rëndësishme të vendosësh kufijnë të qartë, të shprehësh nevojat e tua. Fol hapur pra të ki të bën të ndihesh i sigurt, i respektuar dhe emocionalisht i qetë në një marrëdhënie. Kjo letër nuk është domosdoshmërisht një parashikim i tradhtisë. Ajo të këshillon të jesh një hap përpara problemeve, nëse diçka të shqetëson, mos e injoro. Intuita jote mund të të ndihmojë të kuptosh se ku duhet të tregosh më shumë kujdes. Dhe mesazhi i letrave tarot për ju shigjetar. Mos ki frikë të vendosësh kufi. Kur i shpreh qartë nevojat e ndjenjat e tua, i jep vetes mundësinë të mbrosh zemrën përpara se një problem i madh të bëhet edhe më i madh. Bricjapi, letra e tarotit për këtë të premte. 8 shkopin bricjap. Sot diçka mund të ndodhë shumë shpejt dhe ritmi i ditës mund të bëjë të ndihesh sikur e ke të vështirë të parashikosh se çfarë do të ndodhë më pas. 8 shkopin është një letër energjisë së shpejtë, lajmeve dhe lëvizjeve dhe zhvillimeve të papritura. Mund të marrësh një mesazh, një telefonat ose një informacion që të detyron të reagosh më shpejt nga sa kishe planifikuar. Hëna në binjak të drejton vëmendjen te rutina e përditshme. Shiko me kujdes mënyrën se si po organizon kohën, punën dhe përgjegjësitë e tua. Ndoshta disa zakone që dikur funksiononin mirë për ty, tani nuk po të shërbejnë më. Orari yt dhe nevojat e tua mund të kenë ndryshuar, ndaj është momenti të bësh disa rregullime. Mos e përpiq të kontrollosh çdo gjë që ndodh. Përshtatru me ritmin e ditës dhe përdori energjinë e shpejtë në favorin tënd. Mesazhi i letrave tarot për ju bricjap. Gjërat mund të ecin me shpejtësi, por kjo nuk do të thotë se duhet të humbasësh kontrollin. Përditëso rutinën, organizo prioritetet dhe lëviz përpara me besim. Ujori, letra e tarotit për këtë të premte. 4 pentakulat e përmbysura ujor. Sa bukur është kur gjërat ndodhin natyrshëm, pa pasur nevojë të kontrollosh apo të shtysh me forcë. 4 pentakulat e përmbysura të fton sot të lësh pak nga kontrolli dhe të lejosh që situatat të zhvillohen në mënyrën e tyre. Ndoshta ke pasur dëshirë të kontrollosh një marrëdhënie, një situatë emocionale apo edhe reagimet e dikujt tjetër. Por sot sa më shumë të përpiqesh ta drejtosh diçka, aq më shumë mund të lodhesh. Hëna në binjak, vendos vëmendjen te marrëdhëniet romantike. Kjo është një ditë për të mos manipuluar emocionet dhe për të mos kërkuar përgjigje me çdo kusht. Lëre personin përballë të shprehë atë që ndjen në mënyrën e vet. Në dashuri, mos përpiq të kontrollosh çdo detaj. Lëre marrëdhënien të marrë frymë dhe shijoje procesin ashtu siç vjen. Mund të befasohesh kur kupton se gjërat mund të ecin shumë më bukur kur nuk i detyron. Mesazhi i letrave tarot për ujorin. Lësho kontrollin, beso te rrjeta e jetës dhe lejo që dashuria të zhvillohet natyrshëm. Ajo që është e destinuar për ty nuk ka nevojë të detyrohet. Peshqit, letra e tarotit për këtë të premte. Kulla, një letër që sjell një mesazh të fortë. Ndonjëherë gjërat mund të ndryshojnë papritur, edhe atëherë kur mendon se gjithçka e ke planifikuar në mënyrë perfekte. Sot mund të përballesh me një situatë të papritur, në shtëpi ose në familje. Diçka mund të dalë nga kontrolli dhe për pak çaste mund të ndihesh i papërgatitur, por mos u frikëso. Kjo letër nuk do të thotë se gjithçka do të shkojë keq. Ajo të kujton se ke forcën për të përballuar edhe ndryshimet që nuk i ke parashikuar. Hëna në binjak, vendos theksin te familja. Shtëpia dhe marrëdhëniet me njerëzit e afërt mund të ketë tension, keq kuptime ose një situatë që kërkon vëmendjen tënde. Sekretarisht të mos reagosh me nervozizëm. Qetësia, durimi dhe dashuria do të jenë armët e tua më të mira sot. Në fund, një problem që fillimisht duke si shqetësim mund të afrojë më shumë me familjen. Mund të kuptoni se kur qëndroni pranë njëri tjetrit në momente të vështira, lidhja bëhet edhe më e fortë. Mesazhi i letrave tarot për ju peshq. Mos ki frikë nga ndryshimet e papritura. Ndonjëherë ajo që duket si një rëmuj në fillim mund të të çojë drejt një themeli më të fortë dhe më të sigurt. Këto ishin parashikimet e letrave tarot për 12 qenjat e zodiakut për ditën e premte, 7 gusht 2026. Ju faleminderit që na ndiqni dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.